Të gjitha falenderimet, lavdërimet i takojnë Allahut të madhruar, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammed Mustafa, mbi shokët, mbi familjen e tij dhe mbi të gjitha ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e drejtë deri në përfundimin e kësaj bote. Vëllezër të respektuar, sot në pika të shkurtra do të folim për një adhurim të dashur edhe të vlefshëm. Fjala është për thërrjen e kurbanit, ditën e Bajramit. Kjo vepër është vajib apo sunet? Sipas mezhebit tonë, thërrja e kurbanit është vajib, kuptohet për atë njeri që ka mundësi financiare. Mezhebi jonë e argumentojnë mendimin e tyre me fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili ka thënë se kush ka mundësi të thërrje kurban e këtë nuk e bën, pra nuk thërret kurban, ai le të mos i afrohet vendfaljes tonë, pra xhamisë tonë. Kush e ka obligim thërrjen e kurbanit? Njeriu i cili plotëson këto tre kushte obligohet me thërrjen e kurbanit. E para është të jetë musliman, e dyta të jetë i moshës madhore, respektivisht i mençur, edhe e treta të ketë mundësi financiare për të bërë një vepër të tillë. Pra, kurbani është një prej adhurimeve më të dashura tek Allahu xhaleshanuhu. Përmes kurbanit njeriu tregohet mirënjohës ndaj Allahu xhaleshanuhu për të mirat që i ka dhënë dhe përmes kësaj vepre njeriu, respektivisht besimtari, afrohet ke Zoti xhaleshanuhu. Zoti i madhruar në Kur'anin famëlar thotë: "Fasalli li rabbika wanhar." Falu për hir të Allahu xhaleshanuhu dhe tre kurban. Çfarë tregojmë përmes thërrjes së kurbanit? Thërrja e kurbanit është shenjë e bindjes ndaj Allahu xhaleshanuhu. Është ringjallje e veprës që e bani Ibrahimi alayhi salatu wassalam, dhe përmes kurbanit ne ju ndihmojmë fukarave.